Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut kërkon që çështja e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe krahas asaj maqedonase të mos politizohet dhe të ketë dialog gjithëpërfshirës. Natyrisht kushtetuta dhe legjislacioni kombëtar duhet të shqyrtohen dhe kur lindin çështje të tilla është të thelbësore të zhvillohet dialog gjithëpërfshirës me të gjitha palët e përfshira, mundësisht pa politizim, paralajmëroi Rokas. 385 studentë shqiptar nga 3 fakultetet të juridikut në Maqedoninë e Veriut përmes një peticioni kërkojnë nga institucionet që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe, në gjuhën në të cilën i kryen studimet. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon ndjekje penale për ministrin e Drejtësisë të Republikës Maqedonisë së Veriut Igor Filkov. Propozitaren shqiptare e refuzimit të organizimit të provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe nuk është më vetëm shkelje administrative dhe në këtë fazë ka element të përgjegjësisë penale. Penjimi i zbatimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve nga ana e Ministrisë së Drejtësisë dhe personave përgjegjës përban bazë për përgjegjësi penale për keqpërdorim të pozitës dhe autorizim zyrtar. Sipas kodit penal, kur një zyrtar publik me vetdije nuk zbaton ligjin dhe u mohon qytetarëve një të drejtë të garantuar. Gjithashtu, mosveprimi i qëllimshëm për zbatimin e ligjit dhe krijimi i praktikës përjashtuese ndaj gjuhës shqipe përmban elemente të moskryerjes së detyrës zyrtare. Krahas asaj, Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon nga Inspektoriati për përdorimin e gjuhëve që menjëherë të konstatojë shkeljet dhe të fillojë procedurat për kundërvajtje ndaj Ministrisë së Drejtësisë dhe personave përgjegjës. Kërkojmë nga Inspektorati për përdorimin e gjuhëve që menjëherë të konstatojë shkelje dhe të iniciojë procedura për kundërvajtje ndaj Ministrisë së Drejtësisë dhe personave përgjegjës. Kërkojmë nga Prokuroria Publike që të vlerësojë ekzistencën e elementeve për ndjekje penale, për keqpërdorim të pozitës zyrtare, moskryerjes së detyrës zyrtare dhe nxitje të mosdurimit ndëretnik. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut rreshtohet për krah zëvendës kryeministrit pas përplasjeve me ministrin e Drejtësisë Igor Filkov. Sekretari i përgjithshëm i BDI-s Arbra Demi vlerëson se është në anën e Bekim Salit. Edhe deputeti Halil Snopshe tha se ministri i Drejtësisë nuk mund të veprojë jashtë ligjit të kushtetutës. Sipas tij, nëse Filkov vazhdon të veprojë jashtë rregullave, ai mund të shkarkohet me propozim të kryeministrit dhe zëvendës kryeministrit. Filkovi është ministri i Drejtësisë. Filkovi ka shef për para të. Kryeministri është shefi i qeverisë. Nëse kryeministri thotë ligji është i qartë, atëherë është i qartë, nuk ka çfarë të bëjmë diskutim tjetër. Edhe nëse Filkovi e ka atë luksin të vepron jashtë ligjit, jashtë kushtetutës, edhe jashtë asaj që thotë kryeministri, atëherë ai që nga më i fuqishëm se kryeministri, s'ka logjik. Kështu që nuk ka nevojë as për interpelancë. Pra nëse ai vazhdon me avazin e tij, duhet të shkarkohet me propozim të kryeministrit edhe të zëvendës kryeministrit. Shumë qartë është puna. Krahasti, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari përmes një statusi në rrjetet sociale vlerësoi se është interesante se si provimet shtetërore në degët e mjekësisë dhe stomatologjisë lejojnë të jepen në gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut dhe pikërisht ai jurisprudencës që flet për drejtësi nuk i jep pikërisht të drejtën e merituar studentëve shqiptar të shprehen në gjuhën e tyre anëtare. Zëvendës kryeministri ka të drejtë moralisht dhe ligjërisht, shkruan Arben Taravari. Rajoni. Avokatët mbrojtës së ish-presidentit Kosovës Hashim Thaçi përmbyllin fjalën e tyre ndaj akuzave për krime lufte ndaj shkrerëve të UÇK-s. Luka Mishtetish deklaroi se ish-presidenti i Kosovës është i pafajshëm dhe kjo është piknisja prej nga ku duhet të merret vendimi. Me lejo të filloj të ndëruar gjykatës duhet thënë se Hashim Thaçi është i pafajshëm. Kjo është piknisja juaj kur të filloni vendimet për marrjen e vendimit. Ne e dimë që në këtë pikë ai ishte në procedurës ai ishte i pafajshëm. Pasi ligji ju kërkon juve që ta prezumoni ato të pafajshëm. Mbesoni, apo jo, kam dëgjuar kryetarët të tribunalëve ndërkombëtar të japin fjalime ku e keq kuptojnë këtë gjë. Ata thonë, konstatimi i pafajësisë nuk do të thotë që ne kemi thënë që ai është i pafajshëm. Kjo mënyrë mendimi keq kupton procesin e tërë të gjykimeve penale ndërkombëtare. Përpara ju keni 4 burra meshkuj, për cilët ligji thotë se duhet i prezumoni të pafajshëm. Mishtetiç hodhi poshtë dhe pretendimet e organit akuzues ndërkombëtar ishin të painformuar mbi zhvillimet në Kosovë. Probat e këtyre dëshmitarëve ndërkombëtar rikonfirmohen në mënyrë të fuqishme nga dëshmia e zyrtarëve të lartë të UÇK-s
persona nga brenda të cilët ju i dëgjuat dhe të cilët shprehen të njëjtën pikpamje siç ajo e dëshmitarëve ndërkombëtar dhe ata ju thanë gjithashtu se Hashim Thaçi nuk kishte të bënte fare me ndonjë politikë të pretenduar për shënjestruar të ashtu quajturit kundërshtar për të ndaluar civil, për të keqtrajtuar civil. Ju dëgjuat nga komandanti Rustem Mustafa Remi. U shpreh avokati i presidentit Kosovës, Luka Mishetić. Këshilli i ambasadorëve shqiptar shpreh shqetësimin për zhvillimet e fundit në gjyqin e Hagës ndaj krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Këshilli thotë se narrativa rrezikon të dëmtojë realitetin historik dhe juridik të luftës së Kosovës. Njëkohësisht, shpreh se barazimi i agresorit me viktimën përbën fyrje për popullin e Kosovës dhe aleatët perëndimor që ndërhyjnë për të ndihmuar. Për kraj i shkrerëve të UÇK-s është treshtuar dhe nënkryetari i lëvizjes Vetëvendosje. Glauq Konjusa është i bindur se gjykimi i tyre në Hag do të përfundojë me shpalljen të pafajshëm, duke theksuar se sipas tij UÇK-ja ka qenë ushtri çlirimtare dhe populli i Kosovës ka paguar çmim të lartë gjatë luftës. Ai ka bërë të ditur se ka aplikuar për qenë i pranishëm në sallën e gjyqit në dhomat e specializuara në Kosovë në ditën përfundimtare të procesit, ndërkohë që Konjusa u shpreh se askush nuk mund ta ndryshojë atë që i quajti të vërtetë historike dhe se për luftën sipas tij ekziston uniteti gjeopolitik dhe shoqëror në Kosovë. Për atë që kemi kalu bashkë, për sakrificat, për luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, këto kërkush nuk mundet me na hinë mes neve. As partive politike, as popullit tonë, se populli ka bu luftën dhe ato personalitetet që i kemi në Hagë, ato kanë qenë në krye të luftës. Konjusa tha se personalitetet që ishin në krye të luftës nuk kanë qenë aty për krime dhe se ushtria çlirimtare e Kosovës ka dhënë dëshmorët e saj, ndërsa populli ka pasur mbi 12.000 të vrarë, përfshirë fëmijë dhe gra shtatzëna. Dhe kjo është e vërteta e historisë tonë. Kush do me ndryshu këtë vërtet? Kush do që mundohet me godit ato? Unë mendoj që do të humbë. Dhe shpresoj e uroj që të gjitha ata që po gjykohen në Hagë do të dalin të pafajshëm. Partitë politike në Kosovë kanë arritur marrëveshje për seancën konstitutive të kuvendit. Kryeparlamentare Dimal Basha vlerëson se fillimi i seancës do të përkojë me përfundimin e fjalës së mbrojtjes së ish presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi. Në respekt të asaj që po ndodh në Hagë, të gjitha subjektet, liderët e subjekteve politike kanë pranuar që mbledhja e seancës konstitutive të bëhet në ora 17 dhe pastaj të vazhdohet me votimin e qeverisë. Pra, seanca do të bëhet nesër në ora 17 me konsensus, pra me pajtueshmëri të gjitha subjekteve politike, propozim kjo që ka ardhur nga nënkryetaria Çitoku. Seanca do të vijojë me miratimin e kryetarit dhe në blok të 5 nënkryetarëve të rinj të kuvendit. Ka pas konsensus për raportin, ka pas konsensus për votimin e kryetarit, ka pas konsensus për votimin e pakët të 5 nënkryetarëve dhe ka një dakordim, një konsensus mbrana kësaj mbledhje, që më vjen shumë mirë të them edhe një herë që do të bëhet votimi në pakët e 5 nënkryetarëve, ku pritet themelimi i institucioneve të Kosovës sa më shpejt. E drejta për të propozuar kryetarin i takon subjektit fitues të zgjedhjeve, Lëvizjes Vetëvendosje. Në zgjedhjet e mbajtura më 28 dhjetor, Lëvizja Vetëvendosje fitoi 57 deputet, Partia Demokratike e Kosovës 22, Lidhja Demokratike e Kosovës 15 dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 6. Nga 120 deputet që përbëjnë kuvendin e Kosovës, 20 janë të garantuar me kushtetut për komunitetet jo shumicë që jetojnë në vend. Nga këto 20, 10 janë të garantuara për përfaqësuesit e komunitetit serb. 9 prej tyre do të ketë lista serbe, një Nenad Rashish nga Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. 2 ulse do të zënë deputet nga Partia Turke Demokratike e Kosovës, kurse nga një ulse kanë fituar partitë e tjera të komuniteteve jo shumicë. Kosova përfshihet në listën e vendeve të sigurta të Bashkimit Evropian sipas rregullave të reja për azil. Parlamenti miratoi ndryshimet në rregullat e procedurës së azilit të BE-s që synojnë për shpejtimin e përpunimit të kërkesave për azil. Eurodeputetët mbështeten krijimin e një liste në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian të vendeve të sigurta të origjinës dhe votuan gjithashtu në favor të një marrëveshje mbi një rregullore që synon zbatimin e konceptit të vendit të tretë të sigurt. Sipas Parlamentit Evropian, lista e re e vendeve të sigurta të origjinës në nivelin e BE-s do të lejojë përpunimin e përshpejtuar të kërkesave për azil nga shtetasit e Bangladeshit, Kolumbisë, Egjiptit, Kosovës, Indisë, Marokut dhe Tunizisë. Shqipëria, Kosova dhe Kroacia vijojnë bashkëpunimin trepalësh në fushën e mbrojtjes. Në Shkodër zhvillua takimi mes shefit të shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura të Shqipërisë, General Lejtnant Arben Kinxhi, me shefin e shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura të Kroacisë dhe komandantin e forcës së sigurisë Kosovës. Përmes rrjeteve sociale, General Kinxhi deklaroi se takimi ka në fokus thellimin e bashkëpunimit ushtarak mes planeve konkrete.
Në deklaratën e firmosur nga ministrët e tre vende u ra dakord për promovimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe bashkëpunimi për industrinë përkatëse, rritjen e ndërveprueshmërisë ndërmjet edukimit, trajnimeve dhe stërvitjeve, kundërpërgjigjen ndaj kërcënimeve hibride dhe rritje e qëndrueshmërisë si ofrimi i mbështetjes së plotë për integrimin euroatlantik. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Protesta organizuar nga Partia Demokratike e mbrëmjen e së martës në Tiranë pasojnë në përplasje me forcat e rendit. Arrestohen 21 persona, ku të paktën 7 janë të mitur nën moshën 18 vjeç. Pjesa më e madhe të ndaluarve rezultojnë persona përsëritës të arrestuar më parë për dhunë në tubimet e Partisë Demokratike. Gjatë protestës u hodhën flakadan, shishe molotov, fishek zjarr dhe gur në drejtim të forcave të policisë, si dhe ndaj godinës së kryeministrisë dhe kuvendit. Si pasojë e përplasjeve, mbi 30 persona u shoqëruan në komisariat për verifikime. 2 efektiv policie mësohet se kanë pësuar djegje të rënda gjatë ndërhyrjes për shpërndarjen e turmës. Njëri prej tyre ndodhet në gjendje më serioze dhe rrezikon të nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale. Policia ka nisur hetimet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Ndërkohë në hetim janë vënë 5 anëtar të Partisë Demokratike, sekretari organizativ Ervin Minarolli dhe 4 deputet, Belin Këlliçi, Flamur Noka, Klevis Balliu dhe Luciano Boçi. Sali Berisha u paraqit në spitalin e traumës, ku mori trajtim deputeti Bledion Albati. Ky i fundit përfundoi në spital pas përplasjeve me efektivët gjatë protestës së dhunshme të Partisë Demokratike para kryeministrisë dhe parlamentit, ndërsa hyn brenda spitalit të shoqëruar nga Gazmet Bardhi, Elda Hoti, Berisha mohoi se kishte efektiv të lënduar. Polic i përdorin mish për top, Edi Rama dhe Lubi Balluku për të mbrojtur plaçkën e tyre, për posan atë që u shkau goja e parë, për të mbrojtur plaçkën e tyre, ata janë gati të sakrifikojnë policë dhe kryetarë. Janë gati të futin flakën e Shqipërisë. Dhe ky është bërë qëllim e kriminalë të banë përgjegjës, ata dhe të futin. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ilir Prota pasi vizitoi efektivët e dëmtuar gjatë protestës së opozitës në repartin e djegëve, falenderoi punojësit e policisë për profesionalizmin, sakrificën, durimin dhe maturinë e treguar përballë një barbarie të tejskajshme, me bomba molotov, lëndë piroteknike dhe sende të forta, ku përpasoj u lënduan 16 efektiv. Fitoj nga rasti të bëj një falënderim për profesionalizmin që kanë treguar punojësit e policisë dhe vetëm Zoti e di se sa krenar jam për ta dhe për atë që ata bëjnë çdo ditë dhe për atë që sot kanë treguar vetë përmbajtje dhe qytetarit të tejskajshme në kundërshtim me atë me të cilën u përballën, e cila ishte shenjë një barbarie ekstreme. Ndërsa mohoi që të kishte informacione për protestues të plagosur. Nuk kemi informacion deri tani për protestues të plagosur. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës hedhin një tjetër hap të reqin nga strukturat drejtuese të NATO-s. Komandat e bazave në Napoli dhe Norfolk u kalojnë aleatëve europian. Italia merr drejtimin në Napoli dhe Norfolkun e merr Britania. Komanda e tretë me bazë në Brunssum të Hollandës do të bashkëdrejtohet nga një general polak dhe homologu i tij gjerman, Ingo Gerhards. Komanda e përgjithshme ushtarake e aleancës mbetet në duart të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, konkretisht të generalit Alexius Grunkish, i cili drejton operacionet nga Selia në Mons të Belgjikës. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov njoftoi se moratoriumi mbi kufizimet e parashikuara nga traktati ruso-amerikan për reduktimin e armëve bërthamore START do të mbetet në fuqi për sa kohë që Shtetet e Bashkuara nuk tejkalojnë kufit e përcaktuar nga marrëveshje. Deklarata u bë gjatë orës së qeverisë në Dumën Shtetërore ruse. Lavrov theksoi se Moska është e gatshme të veprojë me përgjegjësi dhe në mënyrë të ekuilibruar, duke monitoruar çdo lëvizje ushtarake amerikane dhe duke vlerësuar situatën strategjike globale. Ai kritikoi disa qarqe europiane rusofobi që sipas tij fajsojnë Rusinë për përkeqësimin e stabilitetit strategjik. Kreu i diplomacisë ruse u shpreh gjithashtu për rastin e Groenlandës, duke paralajmëruar se çdo forcim i pranisë ushtarake të perëndimit të ishull do të çojë në kundërmasa nga Moska përfshirë veprime ushtarako-teknike. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski po planifikon zgjedhje presidenciale në pranverë së bashku me një referendum për marrëveshjen e paqes, raporton Financial Times duke cituar zyrtar Ukrainës dhe perëndimor të njohur me çështjen. Zelenski pritet të shpallë zgjedhjet më 24 shkurt në përvjetorin e 4 të sulmit rus. Plani përputhet me një përpjekje të SBA-s për të nënshkruar të gjithë dokumentat dhe për të dhënë fund konfliktit më të madh të Europës që nga lufta e dytë botërore deri në qershor. Ata thonë se duan të bëjnë gjithçka deri në qershor në mënyrë që lufta të përfundojë, tha presidenti i Ukrainës duke përmendur dëshirën e Shtëpisë së Bardhë për të zhvendosur fokusin e saj në zgjedhjet e ndërmjetme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Irani duket i vendosur të këmbgul në rrugën diplomatike me Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që deklaron se është gati të përballet me mundësinë e një konflikti të ri, apelon ministri i jashtëm në Teheran Abbas Araki në intervistë për Russian Today, duke referuar programit bërthamor të Iranit. Araki theksoi se pasurimi i uraniumit është paqësor në natyrë dhe bazohet në të drejta sovrane të vendit. Ai shpjegoi se nivelet e pasurimit varen nga nevojat politike, duke sqaruar se reaktorët e energjisë bërthamore kërkojnë pasurim nën 5%, ndërsa reaktori kërkimor i Teheranit përdor karburant të pasuruar deri në 20% për të prodhuar izotope mjekësore. Në këtë kontekst, ai theksoi se Irani është i gatshëm të ofrojë garanci se nuk do të kërkojë të pajiset me armë bërthamore, duke përshkruar një proces të tillë si të realizueshëm dhe të arritshëm me kusht që të ketë besim të mirë nga të dyja palët. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.